Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizion, jemi së bashku në emisionin What Happened Today, çfarë ka ndodhur sot. Data sot shënon 20 korrik dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që ka ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. Korrik. Ngjarje 1903. Kompania Ford prodhon veturën e parë. 1916. Lufta e parë botërore. Në Armeni trupat ruse pushtojnë qytetin Gurmishhanek. 1918. Lufta e parë botërore. Trupat gjermane kalojnë Marmën. 1940. Danimarka largohet nga lidhja e kombeve. 1944. Planifikohet dhe zbatohet komploti për të vrarë Hitlerin nga Klaus von Stauffenberg dhe Henning von Treskov, i quajtur operacioni Valkyrie. 1962. Dridhja e tokës në Kolumbi shkakton vdekjen e 40 personave. Lindje 1304. Lindi Francesco Petrarca, shkrimtar italian. 1785. Lindi Mahmuti II, Sultan Osman. 1847. Lindi Max Liebermann, piktor dhe grafist gjerman. 1864. Lindi Erik Axel Karlfeldt, shkrimtar suedez. 1919. Lindi Edmund Hillary, hulumtuesi i Zelandës së Re. 1928. Lindi Pavel Kohout, letrar çeko-austriak. Vdekje 1931. Vdiq Roberti II, mbret francez. 1937. Vdiq Guglielmo Marconi, fizikant italian. 1973. Vdiq Bruce Lee, aktor amerikan. 1997. Vdiq Archie Pipa, shkrimtar dhe kritik letrar shqiptar. 2006. Vdiq Benjamin Filipovic, regjisor bosnjak. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Frederick Soddy, i cili ishte një kimist i njohur anglez. Frederick Soddy ishte djali i Benjamin Soddy, një tregtar londinez. Ai lindi në Angli më 2 shtator të vitit 1877. Ai u arsimua në kolegjin Eastbourne dhe në kolegjin universitar të Walesit. Në vitin 1895, ai mori një bursë në kolegjin Oxford, ku u diplomua në vitin 1898 me nderime të klasit të parë në kimi. Pas 2 viteve, në Oxford ai shkoi në Kanada dhe nga vitin 1900 deri në vitin 1902 ishte demonstrues në departamentin e kimisë të Universitetit McGill Montreal. Këtu ai punoi me profesorin Ernest Rutherford me probleme të radioaktivitetit. Së bashku ata botuan një sër punimesh mbi radioaktivitetin dhe arritën në përfundimin se ishte një fenomen që përfshin shpërbërjen atomike me formimin e llojeve të reja të materjes. Ata hetuan gjithashtu emanimin e gaz të radiumit. Duke u larguar nga Kanadaja, Soddy më pas punoi me William Ramsay në Universitetin në Londër, ku vazhdoi studimin e emanacionit të radiumit. Këtu Soddy dhe Ramsay ishin në gjendje të demonstronin me anë të mjeteve spektroskopike se elementi heliumit u prodhuan në zbërthimin radioaktiv të një kampioni të bromurit të radiumit dhe se heliumi u zhvillua në zbërthimin e emanimit. Në vitin 1904 deri në vitin 1914, Soddy ishte lektor i kimisë fizike dhe radioaktivitetit në Universitetin e Glasgow. Këtu ai bëri shumë punë praktike kimike mbi materiale të radioaktive. Gjatë kësaj periudhe, ai evoloi tash të quajturin ligji i zhvendosjes, përkatësisht ai emetim një grimse alfa me një element ku bën pjesë dhe zhvendoset elementi në 2 vende prapa në tabelën periodike. Kulmi e tij u arrit në vitin 1913 me formulimin e konceptit të izotopeve, i cili deklaroi se disa element ekzistojnë në 2 ose në shumë forma, që kanë pesha të ndryshme atomike, por që janë të padallueshme kimikisht.
Në vitin 1914, ajo emërua profesori kimis në Universitetin Arderben, por planet për kërkime u pengua nga lufta. Në vitin 1919, ajo bë drejtor profesori kimis në Universitetin e Oxfordit, një post që e mbajti deri në vitin 1937 kur doli në pension pas vdekjes së gruas së tij. Pas periudhës së tij në Glasgow, ai nuk bëri më punë radioaktivitet. Interesi i tij ndryshoi në teoritë ekonomike, sociale dhe politike, të cilat nuk fituan pranim të përgjithshëm në ato kohë, edhe në probleme të pazakonta matematikore dhe mekanike. Librat e tij përfshin Radioaktivitet, të cilën e botoi në vitin 1904, Interpretimi i radiumit 1909, Kimia e elementeve radioaktive e vitit 1912 dhe 1914, Materia dhe energjia, të cilën e botoi në vitin 1912, Shkenca dhe jeta në vitin 1920, Interpretimi i atomit në vitin 1932, Historia e energjisë atomike në vitin 1949 dhe transmutiumi atomik në vitin 1953. Ai u zgjoll antar i shoqërisë mbretërore në vitin 1910 dhe Oxfordi dha atij një diplomë deri. Ai u nderua me medaljen Albert në vitin 1951. Ai ishte një njeri me parime të forta dhe me pikpamje kokëforta, miqësor me studentët dhe me kolegët. Në vitin 1908, ai u martua me Winfred Bibley. Ai vdiq më 22 shtator në Brington të vitit 1956. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përsillur për të folur për një lloj të veçantë të manaferave, të cilat janë me origjinë turke, por janë në ngjyrë jeshile. Manaferat jeshile janë një lloj veçantë i manaferave, të cilat rriten në Turqi. Këto manafera rriten në shkure të forta që mund të kapërcejnë tokat bujqësore. Kokrat e manaferave jeshile përmbajnë antioksidant, vitamin A, C dhe hekur. Prandaj, shtimi i tyre në dietën tuaj mund të ndihmojë në uljen e presionit të gjakut dhe niveleve të sheqerit në gjak, parandalimin e anemisë dhe uljen e stresit oksidativ. Por cilat janë disa nga përfitimet shëndetësore të manaferave turke? Ndihmojnë në menaxhimin e diabetit. Ato përmbajnë komponime fenolike bioaktive si rutina, acidi kafeik, acidi galik dhe katekina, që mund të ndihmojnë në uljen e niveleve të sheqerit në gjak. Ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut. Mjekësia popullore afrikane dhe aziatike përdor këto fruta për të trajtuar efet, kollën, plagët, dhimbjet, problemet e mëlçisë, të dhëmbëve, hipertensionin. Dietat e pasura me fruktozë mund të rrisin presionin e gjakut, por studimet sugjerojnë se ekstrakti etanolik i këtyre manaferave mund të funksionojë për ta parandaluar atë. Fruti manaferës jeshile mund të ndihmojë në parandalimin e rritjes së baktereve të lidhura në disa infeksione. Një zbulim zbuloi se ishte efektiv kundër baktereve si Salmonella, Staphylococcus dhe mjaft të tjera. Ato gjithashtu përmbajnë komponime bioaktive si torvanol A, torvoside H, torvoside A, të cilat shfaqin aktivitet antiviral kundër virusit herpes simplex të tipit 1. Manaferat turke nxisin aktivitetin e enzimës antioksiduese dhe zvoglojnë stresin oksidativ dhe për këtë arsye mbrojnë nga toksiteti i metaleve të rënda. Studuesit zbuluan se manaferat jeshile mbrojnë mëlçin dhe veshkat nga kadmiumi, një metal i rënd. Prandaj manaferat mund të shërbejnë si ushqime funksionale kundër stresit oksidativ të shkaktuar nga metale të rënda. Mund të trajtojnë anemin. Ato janë të pasura me steroide, glikozide, saponin, vitamin B, kripra dhe hekur. Ato gjithashtu përmbajnë vitamin C, e cila mund të ndihmojë në rritjen e sintezës së hemoglobinës. Kjo e bën këtë frutë kandidat kryesor për trajtimin e anemisë. Ato përmbajnë glikozide, steroide bioaktive, të cilat zvoglojnë inflamacionin. Gjithashtu, ato neutrofilet, një lloj qelizave të bardha të gjakut, mund të shkaktojnë sëmundje të rënda të sistemit të frymarrjes, duke përfshirë astmën dhe shumë të tjera. Por manaferat turke, duke qenë se kanë veti antiinflamatore, janë shumë mirë për të parandaluar këtë lloj sëmundjesh.
Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 20 korrik 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Në relievet malore gjatë orëve të pasdites priten vranësira të lehta kalimtare, por pa reshje domethënëse. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat të izoluara do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon me një mod të nxehtë të qëndrueshëm. Temperaturat minimale pritet të zbresin deri në 18 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë në 39 gradë Celsius. Gjatë ditës pritet rreth 13 deri në 14 orë me diell. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi perëndimor deri veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metër për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 pall. Indeksi ultraviolet për Tiranë pritet të jetë shumë i lartë rreth 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:18 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:17 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 23 deri në 38 gradë Celsius. Kukës 20 deri në 34 gradë. Peshkopi 19 deri në 32 gradë. Tiranë 25 deri në 38 gradë. Durrës 26 deri në 35 gradë. Kavaj 25 deri në 35 gradë. Elbasan 24 deri në 38 gradë. Berat 24 deri në 39 gradë. Korçë 18 deri në 30 gradë. Vlorë 26 deri në 34 gradë. Gjirokastër 20 deri në 32 gradë. Sarandë 26 deri në 34 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 20 korrik 2026 do të karakterizohet në një mod pisërisht të qëndrueshëm. Paraditja do të dominohet nga kthjellime dhe intervale me diell, ndërsa gjatë pasdites priten zhvillime të vranësirave, të cilat në disa zona, kryesisht ato maloret, mund të shoqërohen me rreshje shiu dhe shtrëngata të izoluara. Temperatura do të pustojnë me ulje të lehtë krahasuar me një ditë më parë. Paraditja do të ketë mod kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja sjell shtim të vranësirave me mundësi me rreshje të izoluara. Temperatura minimale të pritet të zbret deri në 17 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 30 gradë. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi i veri lindor me shpejtësi 3 deri në 6 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinë pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:08 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:15 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovic 18 deri në 29 gradë Celsius. Odujev 17 deri në 28 gradë Celsius. Skënderaj 18 deri në 29 gradë. Pej 18 deri në 29 gradë. Prishtinë 18 deri në 29 gradë. Gjakov 19 deri në 30 gradë. Malishev 19 deri në 30 gradë. Gjilan 18 deri në 29 gradë. Ferizaj 18 deri në 29 gradë. Kaçanik 17 deri në 28 gradë. Suharek 19 deri në 30 gradë. Prizren 19 deri në 30 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo është gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë, ju ftoj ta ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, TikTok, Twitter dhe Facebook. Gjithashtu, nëse dëshironi që ta ndiqni live, mjafton të klikoni në webdrita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision dhe u ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.